Në jug të Epirit, buzë dhe Dion, ndodhet një tokë që dikur quhet Çamëri, tokë e lashtë shqiptare. Me histori që nga Epiri i lashtë, ku popullsia vendase nuk fliste greqisht, por barbarisht e periotisht. Sipas Tukiditit, por në vitin 1944, Çamëria do të bëhej skena e një prej tragjedive më të mëdha shqiptare të shekullit të 20. Një eksod masiv, një masakër organizuar, një popull i fshirë nga vendlindja. 1913, vendimi fatal i konferencës së Londrës. Konferenca ambasadorëve në Londër ja jep Çamërinë Greqisë. Me një goditje të penës, mira shqiptar mbetën jashtë shtetit më, që nga ajo ditë fillon politika sistematike e greqizimit. Ndalimi i shkollave shqipe, taksa të rënda, përvetësimi i tokave, persekutim, burgime, masakra të herpasreshme. 1923-1936, shkëmbimi i popullsive. Greqia tenton të dëbojë çamët musliman, duke i përfshirë në shkëmbimin greko-turk. Vetëm kundërshtimi i Italisë fashiste e shtyu këtë plan. Regjimi me taksas 1936-1941. Fillojnë ndalime të gjuhës shqipe, presion ekonomik, konfiskime pronash dhe përdhunime të drejtave të njerit. Çamët jetonin në tokën e tyre, por pa të drejta, pa shkolla, pa shtet, pa mbrojtje. Kur Italia pushton Shqipërinë në 1939, propaganda italiane synon të përdor çamët për planet e veta territoriale. Në luftën italo-greke në 1940, disa shqiptar çam mobilizohen nga ushtria italiane për rolin ndihmës. Kjo u bë justifikimi i Athinës më vonë për të kryer spastrim. Por dokumentet historike tregojnë se pjesa dërmuese e çamëve nuk mori pjesë në operacione luftarake dhe nuk kreu krim. E vërtet që del edhe nga burimet britanike. Në verën e vitit 1944, kur Greqia çlirohet nga nazistët, ky pretekst do të përdoret për të kryer një spastrim etnik masiv kundër popullsisë së pambrojtur çame. Figura qendrore e tragjedisë është generali Napoleon Zerva, komandanti i forcave nacionaliste greke Edes. Pasi britanikët e mbështetën për të kontrolluar Epirin e Jugut, në ditët e fundit të luftës, Zerva filloi spastrimin etnik të planifikuar. Sipas burimeve dokumentare bashkëkohore, rreth 28.000 shqiptar çam u dëbuan nga vatrat e tyre në vitin 1944. 2771 civil u masakruan. Paramithia 27 qershor 1944. Masakra e parë e madhe. Gratë, burrat, pleqt mblidhen në sheshin e qytetit. Dëshmit tregojnë se njerëzit thereshin me banjoneta, tigjeshin të gjallë, vareshin, dikoheshin në sytë e familjar. Parga, Filati, Margëlliçi, Spatar. Në Filat u masakruan qindra gra e fëmijë. Lista e mbledhur nga historianët shqiptar dhe nga familjet viktime përmban 64 fëmijë të masakruar, mosha 1 deri 14 vjeç. Qindra gra, pleq, shtëpi të djegura, fshatra të shkumbuara. Dëshmia më tronditëse. Në listat historike, pranë emrit të një fëmije çam 13 vjeçar, shkruhet pjekur në furrë. Kjo është një nga qindra dëshmitë e terrorit. Të ndjekur nga forcat e Zervës, mijëra çam nisën drejt kufirit shqiptar. Rruga kalon nëpër male, lumenj dhe fshatra të rënuar. Poshnjat vdesin rrugës. Moshuarit bien nga uria e lodhja. Gratë mbajnë në krah, fëmijët e plagosur.
Vendi më simbolik i këtij eksodi është Klogjeri në jug të Sarandës. Çdo vit komuniteti Çam përkujton aty viktima. Dëshmitar të mbijetuar tregojnë pamje, gratë të djegura të gjalla, foshnja që vdesin në prehër, djemë të therrur në prag të shtëpive, gratë të dënuara, e të zhveshura për të marrë bijuteri. Një dëshmitar tregon se burrat i therrën si kecat. Shqipëria i pranoi Çamët si refugjat, por çështja e tyre u hesht për dekada. Në Greqi, ligji i luftës me Shqipërinë mbetet në fuqi deri në vitin 1908. Prona e Çamëve u konfiskua, emrat u fshin. Shtëpitë u morën nga kolonët grek. Në Shqipëri, regjimi komunist përdori Çamët për propagandë, por nuk bëri asnjë hap real diplomatik për kthimin e tyre. Studimi modern i arkivave britanik tregon se Daud Dauti dhe historianë të tjerë i puluan qindra dokumente, flasin për dhunën sistematike ndaj Çamëve, zhdukjen e fshatrave të tërë, indiferencën e fuqive të mëdha. Përpjekjet e diplomatëve shqiptarë që nuk u dëgjuan kurrë. Fotografitë dokumentojnë eksodin tragjik drejt kufirit shqiptar. Komuniteti Çam sot kërkon njohjen e gjenocidit, kthimin e pronave, drejtat civile në Greqi, hapjen e dosjeve historike. Sot në Çamëri nuk ka më shqiptar musliman. Kjo ishte edhe mbetes pastrimi etnik i fundit në Europë para luftës së Bosnjës. Tragjedia e Çamërisë nuk është vetëm histori. Është kujtesë, është borxh, është drejtësi e mohuar. Mira gra, burra, fëmijë diqen në pragun e shtëpisë, në pyje, në male, në lumin, kalama, në Klogjer, pa vare, pa lapidar. Por historia ruan gjithçka, dhe një ditë, çdo popull që ka vuajtur do të kërkojë përgjigje. Çamëria është plagë e gjallë, dhe çdo plagë kërkon drejtësi.